Shkollimin e disciplinat mjekësore i nxënësve ekselent brenda dhe jashtë vendit është çështje kyçe për çka do të planifikojmë të ardhmen. Njëjtë edhe shkollimi specialistik i mjekëve brenda dhe jashtë vendit, që është çelësi për progresin e përndimit. Investimet publike në shëndetësi, në burimet njerëzore janë pararoja e investimeve në pajisje dhe shërbime të reja, dhe për këto të fundit investimet e së ardhmes duhet edhe të jenë të orientuara nga fjala e fundit e shkencës dhe teknologjisë. Shëndetësia publike duhet dhe do të jetë bërthama e progresit për shërbimet shëndetësore, shtimi i shërbimeve mjekësore që kanë shënjestër parandalimin dhe pajisjeve diagnostikuese është domosdoshmëria dhe rruga nga duhet të ecim. Ne po përgatitemi që të kemi kolazhin më të përparuar në rajon të pajisjeve shëndetësore në sektorin publik. Tashmë i kemi hedhur bazat duke krijuar një projekt progresiv dhe tashmë të pakthyeshëm. Së shpejti do të përgatisim terrenin për hyrjen edhe të teknologjive tjera si 3D për disa lëmi mjekësore. Për të diskutuar është çështja dhe prodhimit të pajisjeve mjekësore 3D veçanërisht në lëmi si ortopedia, por pa u kufizuar vetëm aty. Inteligjenca artificiale tashmë është shumë pranesh, ndaj tani më përgatitjet për të kaluar në përdorimin e saj në disa nga segmentet e shëndetësisë publike është vetëm çështje kohe. Kujdesi shëndetësor është një ndër prioritetet kryesore të qeverisë. Gjatë periudhës së fundit kemi bërë hapa të rëndësishëm për transformuar sistemin tonë të kujdesit shëndetësor dhe këto hapa i kemi planifikuar me 2 qëllime, si zgjedhje për të tashmen dhe hapje shtigjeve të reja për të ardhmen. Për investitorët privat si pjesë e pandashme e këtij sistemi dhe që kanë synim apo tashmë kanë investuar dhe duhet të investojnë në sektorin e shëndetësisë, vlen një thirrje për të rivlerësuar nga njëherë edhe qasjen e deritanishme. Vendi ka nevojë për shërbime dhe pajisje inovative. Vetëm dublimi i shërbimeve publike në investimet private nuk është as shumë i mençur, as cost efektiv. Kapitali investitorëve të ndershëm do të jepte një kontribut të madh nëse orientohet ka reja shkencore në mjekësi dhe ka sjellja e personelit mjekësor elitar nga Evropa perëndimore dhe jo vetëm, gjë të cilën disa spitale tash po e bëjnë. Sidomos shqiptar që kanë rri kulmin në shkencat mjekësore, ftojnë bashkë që t'i bashkangjiten këtij procesi për shkak të ndjeshmërisë dhe rrethanave të cilat ata i njohin më mirë se kushdo tjetër. Sigurimet shëndetësore po bëhen, atyre po u paraprim me shtimin e shërbimeve të reja dhe investime në infrastrukturën shëndetësore në sektorin publik, dhe si të tilla synojmë që një përqindje e madhe e trajtimeve që u nevojiten qytetarëve tanë nga matjet dhe vlerësimet që i bën Instituti jon i Shëndetit Publik, ti kryejmë brenda vendit në sektorin publik, por jo vetëm, edhe në partnerët si sektori privat. Dhe për pjesën tjetër do të orientojmë në një model të përparuar me shtetet e Bashkimit Evropian, kryesisht me marrëveshje dypalëshe për të krijuar kushte pacientëve tanë që kur të mbulohen nga shteti dhe të marrin shërbimet më të mira dhe më meritore. Në mënyrë që të kemi një ekosistem në harmoni me mbrojtjen e shëndetit publik, është me rëndësi që të investohet jo në konkurrencë të pandershme, por në komplementaritet të mençur. Kësaj lloji mund të kthejmë sistemin tonë të tërësishëm shëndetësor në një model ekselent në rajonin tonë. Unë kam besimin e plot që kjo mund të bëhet dhe përveç grupimit politik nga vi, kjo do të bëhet dhe do të jetësohet bashkë edhe me të gjithë të tjerë. Duke ju falenderuar edhe një herë për ftesën zoti Zeka, ju falenderit shumë dhe ju uroj një bashkëpunim edhe një koordinim çdo herë në të mirë të vendit dhe pacientëve tonë dhe ju falenderit për organizimin e kësaj konference shumë të nevojshme, mos them të domosdoshme në këto momente. Faleminderit shumë. Shëndeti nuk është vetëm çështje personale, është
themel për produktivitet dhe prosperitet në cilën do shoqëri, të siguruarit të qasjes në shërbime profesionale dhe të përballueshme, si dhe të besueshme të kujdesit shëndetësor, është sfidë me të cilën shtetet e shumta anë mban globit ballafaqohen. Është sektori investimi në ngritjen e të cilit kërkon përcaktim të paluhatshëm të gjithë neve në Kosovë. Jemi të nderuar që kemi me ne Ministrin e Shëndetësisë, Dr. Arben Vitia. Ministrit, faleminderit që gjete kohën të jesh me ne në hapje si dhe për adresimin me fjalën nderi, pak më vonë. Jemi të lumtur po ashtu që me ne është virtualisht nga Baltimore i Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe Dr. Arber Shehu, si dikush me përvojë të gjatë e goxha të bujshme në sistemet globale të kujdesit shëndetësor. Perspektiva e Arbrit do të ofroj pikpamje të vlefshme lidhur me atë se çfarë formash mund të fuqizojnë sistemin e kujdesit shëndetësor të Kosovës. Dëshiroj të falenderoj në mënyrë të veçantë edhe deputetën e lëvizjes vetëvendosje, Atmire Mulhaxha Koçaku, dhe përfaqësuesit e partive politike të PDK-s, ish ministrin e Shëndetësisë Uran Ismaili, zotin Ekrem Hyseni nga Lidhja Demokratike e Kosovës, zotin Arber Tolaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Po ashtu edhe falenderim edhe për zotin Arjan Ahmeti, pushtrues detyre i drejtorit të Agjencisë Kosovare për Produkte dhe Pajisje Medicinale, zotin Ardian Shëfkiu, drejtor shëndetësor në SHSKUK, zotin Vullnet Kusari nga Klinika Amerikane dhe njëherët kryesuesi i Komitetit të Industrisë Spitalore të Odës Amerikane, zotin Milaim Abdullah nga Sante Farm, zonja Ariana Krastisi nga Tre Farm, zonja Melinda Sepa nga La Roche, zotin Arianet Jakupi nga Meditech, zotin Armend Agani nga Kompania Agani dhe zotin Skender Kutlovci nga Medical Group. Në perspektivën e sektorit privat, nëse shumë të kemi nevojë të bashkëpunojmë me institucionet publike në hartimin e ligjeve të qëndrueshme në fushën e shëndetësisë, të cilat përkrojnë inovacionin e teknologjisë, zhvillimin e shërbimeve shëndetësore, zhvillimin e profesionistëve shëndetësor, krijimin e fondit të shërbimeve shëndetësore, duke mundësuar që trajtimet të bëhen brenda shtetit të Kosovës dhe të zvogëlohen trajtimet jashtë vendit. Kemi nevojë për krijimin e një mekanizmi i cili mundson nxitjen e turizmit medicinal, duke marrë parasysh që kemi një diasporë të madhe anë mban botës. Por gjithashtu shumë e rëndësishme është fakti që si institucione private shëndetësore, domosdoshmëria e pjesëmarrjes në ndryshimet dhe zhvillimet e legjislacionit është shumë e nevojshme. Dua të shpreh edhe nevojën për investimet në sistemin e menaxhimit shëndetësor, përkatësisht digitalizimin e shërbimeve, të cilat janë të domosdoshme për lidhjen mes sektorit publik dhe privat, për të krijuar në pasqyrë pozitive reale për cilin trajtim mjekësor që ofrohet në Kosovë. Kjo do të mundëson të rritjen e besimit dhe transparencës, por edhe zhvillimit të shëndetësisë, duke mundësuar rritjen e kënaqësisë së qytetarëve të Republikës së Kosovës për të kryer trajtimet brenda shtetit tonë. Të njoftohen në një mënyrë rastin edhe ta uroj që jo ma larg se këtyre ditë si pjesë e asaj që njihet si 49 në për konferenca të ndryshme duke të ardhma në kujdesit